Jo, ndihem me pak suedeze. Po, pak. Me shtetësi. Slovenia? Si Martakos? Është qesharake, domethënë, mall që na uli me këmbë në tokë ato dy reagimet e ambasadëve të Gjermanisë dhe të Holandës. Për të treguar shqiptarëve që ky bari, domethënë, është një proces që Shqipëria me vullnetin dhe dëshirën e klasës politike mund ta kishte marrë që në 2015, se Edi Rama erdhi në pushtet me bllokim të rrugës së Bashkimit Evropian, për Vangjel Ndregun e famshëm, që mbajti statusin kandidat peng. Edhe ka 13 vite qeverisje dhe tani diskutojmë, kemi hap 7 herë shampanjën, u çelën, u hapën negociatat, s'ka ndryshuar gjë nga çelja e negociatave me 7 shampanja në kohë të ndryshme. Edhe hapja e barit është një procedurë normale që Shqipëria duhet ta kishte kryer që kohë më parë. Por ajo çfarë është e rëndësishme, është ajo që ne na certifikon Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian sot që është e turpshme për ne, na certifikon si një vend i korruptuar, në nivelet në qelizat më të larta të qeverisjes, si një vend që nuk bën zgjedhje, si një vend që eksportojmë kriminalitet, e një probleme që ne kemi në vend dhe i dim shumë mirë. Dhe për këtë duhet jemi koshient dhe të reflektojmë. Nuk do ndihemi pas i barit qoftë edhe në derën e Bashkimit Evropian të jemi, nuk do të mund të bëhemi as gjermane, as holandeze, as suedez, në momentin që ne nuk rrisim kërkesat tona për ta ndjer atë të qenurit gjerman këtu. Pra, BE-ja thjesht na vendosi 32 kushte të tjera, na e shkruajti në ball që ju jeni të korruptuar dhe ju mbroni korrupsionin duke mos i heqë imunitetin Belinda Ballukut, që s'ka ndodhur në asnjë vend tjetër. Pra, i bari ishte thjesht nisja e screening për situatën ku ndodhet vendi. Shqipëria nuk bën zgjedhje, thot Bashkimi Evropian. Po tani si mundet që një vend si Shqipëria që nuk arrin të bëj procesin kryesor të ekzistencës së demokracisë, dhe do kemi ne vendin në tryezën e Bashkimit Evropian. Pra duhet jemi me këmbë në tokë dhe të kuptojmë çfarë ka ndodhur. Ka ndodhur që na janë rilexuar 32 kushte, të cilat Shqipëria duhet i kishte plotësuar që 10 vite, që 13 vite, që 20 vite më parë për mos ka kolegët tanë gazetarë në shtypin ndërkombëtar, po të referohem dhe asaj që kishte publikuar dje dhe televizioni publik austriak, janë shumë të qartë. Dhe ndoshta janë më të qartë edhe se sa Brukseli, që për arsye që do të diskutojmë edhe sot në studio, vijon të japi një dritë jeshile duke lënë një shije pak të hidhur deri diku. Peka, po unë më njëherë do të referohem pasi të ndikim pak çfarë kanë deklaruar. Pra, në të njëjtën kohë që Edi Rama bënte konferencën për shtyp për Martakos, e cila ishte dje shëndever, duhet thënë, madje tha do ngjisë edhe korabin, më duket. Kemi parë dhe në të shkuarën, këto e kanë gjetur. Njëri që të ngjisi korabin, jo, nuk ka parë. Jo, kemi parë që të ngjisi shkallët edhe të shkallët e radio-televizionit shqiptar apo shkallët e kuvendit për të marrë rrogën në 1.000 euro, kemi parë edhe këto. Nuk bëhen filma këto janë vërteta. Janë vërteta. Okej. Kur Edi Rama ishte me Martakos dhe bënte deklaratat e tij, ja çfarë deklaronin